Gjendja aktuale e komunikacionit në Prishtinë është tej mase e mbi ngarkume, krijimi domethënë i rrugëve të reja alternative për të shpërndarë trafikun dhe mos jetë kaq i ngarkum. Përshëndetje, atëherë unë si një zë i ri profesionist, domethënë i përkushtuar në fushën e komunikacionit, për herë të parë kandidojmë domethënë si iniciativë qytetare këtë vit me në krye domethënë të doktor Agem Krasniqit për kryetar të komunës. Atëherë unë kam të përfunduar domethënë në fushën e komunikacionit, gjithashtu jam dhe instruktore dhe ligjëruese. Atëherë unë besoj se me angazhimin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë, kryeqyteti mund të ketë rrugë më të rregulluara, transport më publik më efikas dhe sigurisht një mjedis urban të denjë për qytetarët. Gjendja aktuale e komunikacionit në Prishtinë është tej mase e mbi ngarkume. Atëherë unë në bazë të asaj që kam studiuar dhe kam parë këto 4 vitet e fundit, domethënë katrahurën që është bërë në Prishtinë, atëherë mendoj që i kam zgjedhur disa pika kryesore sa i përket pjesës fushës komunikacionit që mund të ketë ndryshime bajagje të mëdha. Atëherë mendoj që formimi i unazës së brendshme me qarkullim një kahor do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për kryeqytetin, rikonstruimi i rrethrrotullimeve për qarkullim më të sigurt, krijimi domethënë i rrugëve të reja alternative për të shpërndarë trafikun dhe mos jetë kaq i ngarkum. Gjithashtu qëllimi jo nuk është vetëm rregullimi i menjëhershëm i komunikacionit, por transformimi i komunës së Prishtinës në një qytet inteligjent dhe ekologjik. Në një perspektivë domethënë afatgjate, ku kryeqyteti duhet të ketë transport publik ekologjik me flotë moderne dhe bileta digjitale, rrjet të integruar për biçikleta dhe komsor, infrastrukturë të qëndrueshme dhe të koordinuar me standarde evropiane, sigurisht ajër më të pastër, siguri më të madhe në qarkullim, patjetër që do të ketë domethënë edhe për regjistrimin e pronave domethënë që i kemi. Faleminderit që ndres.